Viti 2026 shënon një numër në rritje të shtetasve të huaj të cilët kanë aplikuar për leje punësimi në qytetin e Vlorës. Sipas të dhënave zyrtare, nga zyra e punës Vlorë bëhet me dije se janë 2652 shtetas të huaj, ku pjesa më e madhe janë të punësuar, por nuk mungojnë ata të cilët janë të vetë punësuar. Shtetasit e huaj janë nga vende të ndryshme, ndërkohë që sektorët më shumë të kërkuar janë sektori i ndërtimit, por dhe sektori i turizmit. Numri të huajve që aplikojnë për leje qëndrimi dhe punësimi në Shqipëri është rritur ndjeshëm, duke reflektuar një trend të ri në tregun e punës dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas të dhënave zyrtare të Zyrës së Punës në Vlorë, aktualisht janë 2652 shtetas të huaj me aplikime të miratuara për punësim. Prej tyre, pjesa dërmuese 2547 persona rezultojnë të punësuar, ndërsa 83 persona janë përfshirë në vetë punësim apo aktivitete vullnetare. Të dhënat tregojnë se komunitetet më të mëdha të punonjësve të huaj vijnë nga Filipinet me 834 persona, Egjipti me 320 persona, Myanmari me 259 persona, India me 215 persona, Italia me 98 persona, Kosova me 79 persona dhe Ghana me 70 persona. Ndërkohë një prani e konsiderueshme vjetre edhe nga shtetas të Turqisë, Nigerisë, Ukrainës, Madagaskarit, Marokut dhe Kinës, duke dëshmuar një diversitet të lartë të fuqisë punëtore të huaj në vendin tonë. Kjo rritje lidhet drejt për drejt me zhvillimet ekonomike, investimet në sektor strategjik, si dhe rritjen e kërkesës për punonjës, veçanërisht në sektorin e turizmit, shërbime dhe ndërtim. Vlora, si një nga destinacionet kryesore turistike, po shndërrohet gjithnjë më shumë në një qendër të rëndësishme për punësimin e shtetasve të huaj, duke i dhënë tregu të punës një dimension më ndërkombëtar.